Një grua 80 vjeçare në Turqi rrezikon të kalojë mbi 4 vjet pas hekurave, pasi goditi në krah mbesën e saj 18 vjeçare me papuçe shtëpie gjatë një debati. Asie Kajtan jeton me mbesën e saj Vural në lagjen Tropaklik në Denizli, në Turqi jugperëndimore. Që për ndarjes së prindërve të vajzës, 80 vjeçaria është përpjekur ta mbajë atë, donjëherë edhe nga vetja, raportojnë mediat në Turqi. Vitin e kaluar më nëntë shkurt, pasi Vurali u kthye nga puna, ajo i tha gjyshes se do dilte me disa shoqe. Nga frika për sigurinë e saj, e moshuara tha se nuk do ta lejonte, dhe madje mbylli derën për t'u siguruar që Vurali të mos dilte jashtë. Në një moment gjatë debatit të tyre, reja tentoi të zhbllokonte derën dhe Kajtan kapi njërin prej papuçeve të shtëpisë dhe e goditi me të në krah. Vural instinktivisht u hakmor duke goditur gjyshën e saj në kokë me telefonin e saj. Kajtan filloi të rrihet gjak dhe vajza e friksuar harroi gjithçka për festën dhe thirrën një ambulancë. Ata nuk e dinin se ajo që filloi si një grindje familjare do të kthehej përfundimisht në një lajm ndërkombëtar. Të dyja u thirrën për t'u marrë në pyetje dhe përkundër faktit se kishin zgjidhur mosmarrveshjen e tyre dhe ishin në marrëdhënie të mira, u hap një rast publik dhe prokuroria publike ngriti akt akuzë kundër gjyshes 80 vjeçare. Në rastin e tyre, prokuroria pretendoi se papuçja e përdorur nga Kajtan për të goditur mbesën e saj ishte një armë dhe 18 vjeçaria ka vepruar në vetmbrojtje kur goditi gruan me telefonin e saj. Tashmë, e moshuara rrezikon 4 vjet burg.